Zoti Berisha, kush e dha urdhrin për çuar jo më fshet manevrë, por më fshet ftajave. Ai urdhër është në mendjen tuaj, se ka dhënë njëri, të garantoj që s'ka audio. Keni një koment për një audio të për një audio. Ai urdhër është në mendjen tuaj dhe të atyre që filloi, po flas për ato. Të falsifikosh një zë është gjëja më e thjeshtë. Dhe unë po u them ju këtu që janë imituar në po thuaj në autenticitet të plot, jo zëra të njerëzve thjesht, po gjerë të president të Shteteve të Bashkuara, të Barack Obamës. Kështu që këto janë çështje të cilat nuk kanë asnjë lloj një urdhër i dal pas 13 vitesh. Fjali sot dal pas 13 vitesh. Këto janë gjëra Urdo? Audio e dorëzuar në po kenoj dëshmiti që është autentike, që më pyet mu, po si mund të besoj unë një audio pas të dorëzuar pas 12 vitesh? Çfarë mund të